Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndjesni të nderuar shikues. Kam ftuar njërin nga figurat e rëndësishme politike, në kryetarin e LDK-s, zotin Lutfi Aziri, cili ka një trashëgimi të gjatë të pjesëmarrjes në vendimarrje politike, në marrëveshje politike, në situata kritike të arritjes së konsensuseve kështu me radhë. Mirëmbrëma, zoti Aziri. Mirë se gjeta, Ridvan, mirëmbrëma. Do të të ju kisha ftuar edhe për ngjarje ku nuk ka klim kritike, ku pjesëmarrja e juaj në studio do të prodhonte edhe momentume tjera inkurajuese, por sa që kem kriza, duhet jetë zoti Aziri aty. Në base jo për të relativizuar situatat, po për të sjellë një trashëgimi, një përvojë të këtij historiku politik, këtij sistemi politik që ka ndërtuar Kosova, që viteve të fundit duket që po shoqërohet vazhdimisht me trauma nga më të ndryshme, nga më të parashikueshme e të paparashikueshme. Ka marrëveshje deri në këtë moment për presidentin apo jo? Nuk ka marrëveshje ende. Ka dakordim parimor që të ketë angazhime që vendi të jepet proces për zgjedhjen e presidentit, por marrëveshje për emër nuk ka, sepse ende nuk është ndërtu procesi. Pat një angazhim për një president konsensual, nëse nuk arrihet, mandej të kalohet një marrëveshje mes palëve, por kjo është ajo që po ndodh në Kosovë, Red. Problemi është që na qesim me emra, mandej ndërtojmë procese. Kjo është ka dëmton kredibilitetin e Republikës tonë, demokracinë e re. Ne kemi demokraci parlamentare. Demokraci parlamentare përfaqësimi i qytetarit është i përcaktuar. Shkon përmes Kuvendit Republikës. Dhe natyrisht është shtëpia më e madhe e popullit, ku ruhet sovraniteti dhe ku ndërtohen proceset politike. Por kjo është Kosova, krizë pas krize politike, doja mos me pa krizë politike edhe pse është vonesë, ne jemi në proces të vonuar. Kosova është që 15 muaj e fokusuar me përballu kriza politike. Tani klasa politike nuk po mund vendos për shkak fragmentizimit të madh. Ose gjykata kushtetuese zgjedh problemet politike ose zgjedhjet qytetare. Këto janë dy formulat e vetme që kanë me të kredibile me zgjedh problemet. Praktikisht pse na duhen partitë politike neve. Nëse nuk mundesh me bë marrëveshje, politika o kompromis, o marrëveshje, është pragmatizëm politik. Por javë të fundit kemi pa një ndryshim qasës me të drejtë. Ka ndodhur takimi i parë, shpresojmë që takime tjera me dhënë zgjidhje e vendit. Thatë se ka dakordim parimor, që gjendet një formulë që vendi të mos përballet me një blokadë të re, rrëdhimisht me zgjedhje të reja të parakoshme, siç quhen në kushtetut. Ju keni një trashëgimi, zoti Aziri, të atij negocimi me vetvendosin kur bët koalicionin në ato pak muaj që ju zgjati. Ishte një më shumë biseduat se si ta ndërtoni platformën e marrëveshjes me vetvendosin, se sa thuajse që zgjati koalicioni juaj me vetvendosin. Pse besoni se sot zoti Kurti është adresa që mban fjalën për një marrëveshje politike me ju? Po, ne kemi provojën e bashkëpunimit edhe si opozitor, bashkëpunimit partijak, edhe bashkëpunimit institucional në koalicionin e përbashkët që kemi pas, nuk kam mbjetu më shumë se 51 ditë, por aja provojë ekziston. E vërteta është që mosbesimin mes partive politike ekziston. Ma mirë me thonë, mosbesimin mes liderëve të partive politike ka ekzistuar. Edhe vazhdon me mbet çështja kryesore. Ajo që ka bëu kryetari i LDK-s kohëve të fundit është ka takuar gjithë liderët e partive politike, jo vetëm takim me zotin Kurti, po me gjithë partitë, kryetarët e partive, edhe PDK-n, edhe AK-n, edhe partitë, kryetarët e partive tjera, edhe deputet që janë përfaqësues në kodër edhe në vazhdën e bashkëpunimit ndërpartijak. Por zoti Kurti, apo modeli i zotit Kurti, këto 5 vite që është po ka qenë model i zbatimit të rezultatit zgjedhjeve,
e jo ndërtimi formulave të bashkëpunimit me partitë e tjera. Çka në kupton kjo? Kjo bën që rezultati i zgjedhjeve ka dalë në favor të partisë parë, edhe ai ka implementuar ato zgjedhje pa dashur me ndërtu dialog politik, koalicion politik, mekanizma bashkëpunimi. Aja që ne kemi thonë është përjashtues, por nuk e ka bërë vetëm me partitë politike, ka bërë edhe me sindikata. Dialogu socio-ekonomik nuk ekziston në Kosovë. Dialog me opozitën nuk ekziston në Kosovë. Dialog me komunitetet etnike nuk ekziston. Ekziston me një palë, me një partner, me disa partner. Po jo në formatin që do duhej me ekzistuar. As me shoqëni civile. Nuk ka mekanizëm. Tani, mbas zgjedhjeve, mbas 14 muaj krize politike, sepse ne për herë të parë nuk kemi zbatuar zgjedhje. Zgjedhjet në shkurtit 2025 nuk janë zbatuar. Ka qenë veti humbën, edhe për herë të parë Republika e Kosovës ka me majtë në historinë, me memore institucionale, që zgjedhjet kanë dështu, që partitë politike, në veçanti partia e parë, ka dështu me implementu rezultatin e zgjedhjeve. Do është me hy me 28 dhjetor në zgjedhje edhe njëherë, edhe me i dhonë prap mundësi ndërtimit të institucioneve. Po. Vendosa doli partia e parë, e cila e fitoi në thojza mekanizmin e deblokimit, por kjo është mësimi më i madh që do të më nxjerrë një parti. Që nuk guxon asnjëherë, ose njëherë mund të ndodhë, njëherë mund të dhezë politikisht. Po nuk mund të gjithmonë zgjedhjet shtetare me të shpërbly për kriza politike, për prodhim të situatave të paqëndrueshme, për jo normalitet institucionale, kam fjallën. Tani, kriza e paralajmëruar në zgjedhjen e presidentit është më rrezikshme se ajo 28 dhjetorit. A ka vot blanko LDK për këtë që propozon Jo, në asnjë mënyrë. President para datës 4 mars? Ne nga dëshmërinë tonë, blanko nëse e quajtë ti, është vetëm... Po i them blanko. Po, i bjen, blanko është vetëm nëse jemi të gatshëm me i dhonën normalitet Republikës Kosovës. Por jo me dhonë vot për proces pa dit, pa konë bindën dhe pa konë sigur që është autoritet që cili është përfaqësues dhe i jep vendit sigurit madhe që fryma kushtetuese nuk preket. Pas në shkurtit... Atëherë kjo i bjen që duhet me pas marrëveshje me LDK-n. Pa marrëveshje nuk ka vot. Një situatë tjetër interpretohet si nënshtrim, kërkesë ftesë për nënshtrim. Nuk mund pranohet. Në asnjë mënyrë nënshtrimi dhe imponimi nuk janë ato që ne mund të pranojmë, sepse ne mund të themi që 2025 kemi humbur pragmatizmin politik, ndoshta, po jo normalitetin, jo racionalitetin, nuk funksionon kjo kështu. Kështu që ne tani jemi LDK, cila ka krejt ato trashëgimi, vlera politike dhe kulturë politike që ne nuk e ndryshojmë. Çka ndryshoi Kurti që edhe shefja juaj i grupit parlamentar të dalë të konstatoj që kursi Kurti tashmë ka ndryshuar? Çka ndryshoi Kurti i tashëm me Kurtin e pas në shkurtit, kur ju nuk pranuat një takim me të tazën për të biseduar për koalicion? Çka ndryshoi Kurti tani? Që ta kuptoj dhe publiku, me qënë se... Po të kuptoj. Vitin e kalum ka qenë përjashtues. Ajo që unë e thash, nuk ka pas dialog politik, nuk ka pranu dialog politik, e rezultate zgjedhore i ka detyru me o bo ofertë një partnerit. Ai partner politik o zgjodh LDK-ja. LDK-ja e rezistoi, në thojza, ofertës për bashkëqeverisje, sepse ne kemi qenë vetëdijshëm, një ofertë për bashkëqeverisje në kupton marrëveshje për qeveri, marrëveshje edhe për president. Në pako, që të mos ketë blokada. Natyrisht, në një ambient të vitit 2025, LDK ka pas krejt ambient tjetër politik edhe mundësi tjetër politike. Por kjo nuk ka ndodhur sepse LDK ka premtu një pozicion të saj, ose me udhëheq qeverin, ose me qëndru në opozit. Ne kemi nejtë deri në fund në pozicionin e partisë politike e cila ka mojt fjallën, ku gjë tjetër s'ka pas. Një gjatë politik, një gjatë lideri që kanë gravituar. Tani ka një ndryshim në qasje që vjen nga lideri vetëvendosës. Ju personalisht besoni në këtë kurs të
ndryshëm të Kurtit? Ka ndodhur takimi i parë. Tani nëse E njeni më gjatë, zoti. Po shefni. Për dallim nga zonja Ngushtaku, definitivisht. Me gjithë respektin për për ato që unë e njoh, për dhe politikisht e vlerësoj, ka të bëj me këtë çështjen angazhimi për me evitu zgjedhjet. Unë e shoh më shumë këto, se sa diçka tjetër. Në vlerësimin tuaj, Kurti po bën çdo gjë që ti evitoj zgjedhjet? Takimet me liderët politik dhe gjetjen e vendosjen e parimeve që po angazhohemi për një emër sa më konsensual të mundshëm, edhe e dyta që nëse nuk e mbrim parën, e mbrim dytën është rrugë, është proces politik që provon me i evitu zgjedhjet. Kjo nuk do të më përkthyejë në frikë politike. Sepse s'ka arsye me u përkthy në frikë politike. Kjo po thuhet për herë parë. Kurti po insistoj edhe të Ky ndryshim që ka ndodhur në çështjen e tij karshi proceseve të pritshëm politik, është angazhim me i evitu zgjedhjet. Dhe dera mbetet ande hapur. Por mos harroni se deri tash ne na vonë proces. Zoti Kurti ka bërë veprime e para. Nuk ka pranu me bë zgjidhje të proceseve politike në pako. Sepse ka mujtë edhe qeverinë edhe presidentin edhe kuvendin me kry për 1 ditë, për 2 ditë, në marrëveshjen e partitë politike. I ka bo hap mas hape, e ka konstituu kuvendin, mas ditë e ka bo qeverinë, e ka lënë presidentin ma vonë. Na i na vonë veç në zgjedhjen e presidentit. Këto ditë nuk po folet për emën të përveçëm kush po bëhet i kandidum ose kandidati për president, po largohen emna pi tavolinës. Emna të përfolën po largohen. Vetëm i rashto ku Murat Jashari ka konfirmu që idealet dhe idealizmi i familjes Jashari për Republikën, për kombin, për atë dheon, nuk mund të preket për një post publik. A i një figura, kjo është e shejt. A i një ju figura. Jo, në të kënë, nuk është diskutuar. A i një ju, personalisht. Po u përmend emri juaj si një figurë që, me gjitha të keni raporte, komunikimi të panërprerë me gjithë subjekte politike. E një figura... Nuk është fol, në LDK nuk është fol, në momentin që ne arrim një marrëveshje, LDK, LVV në këtë rast, ose me palë tjera, ne ulmi diskutojmë edhe çështën e emrit. Po në LDK, edhe unë jam një repetitor që imponoj vazhdimisht me ndërtu proces. Gabim jemi të u sjell politikisht në Kosovë, tash e një kohë që në Kosovë nxjerrët e emri mandej bëhen procese. Kështu ka ndodhur. Historiku politik flet që kove të fundit tash. Na përpara, unë e takoj gjeneratave politike, ndoshta idealizmi më ka marrë ende edhe nuk kam ndërmend me ndryshu. Po ne kemi ndërtu procese, mandej kanë ardhur emrat. Ti ndërton zgjedhje, kur hyn zgjedhje bën kandidaturë, din emri kush është. Deri të shkojë zgjedhje ndërton proces. Dhe herën e kaluar me zonja Vjosa Osmani Sadriu për shembull, ai ka hyrë në zgjedhje numër 2. Ka bërë marrëveshje para zgjedhore, kanë hyrë garë dhe kanë thonë njerëzve, ky është për kryeministër, unë jam për president. Edhe në zbatu zgjedhjet, mendimin e LDK, sepse prap kanë qenë pa mjaftueshme. Tani jena në situatë kur po largohen emrat që po largohen, përveç rastet që e përmena, të Murat Jashari, të familjes që gjithë e respektojmë. A mundesh me imagjinu një javë ditë me tjerë gazetar me të vetë, a më shteti e Murat Jasharin për president. I narë qëtë nivel, politik... Liderët e kryojnë këtë klim. Po jo, këti e dëmëtan, e damkos, ki nevoj me një los procesin me qasit tillë, sa për familjet e nderume, të respektume, të vlerësume, do të mi mbrojt. Ordhat Kurti ti manipuloj, thu ata, familja Jashari? Nuk e qoj manipulemon, e qoj, ndëgjo, pak njerëz në Kosovë... Përdor për cilën arsye? Pak njerëz në Kosovë, pak familje në Kosovë, nuk po thëmë, po pak njerëz, ka shumë familje, nderume të respektume, po pak njerëz në Kosovë nuk i kanë rezistu lakmis. Kjo puna e pushtetit. Kjo që ka ndodhë këtash, është shpresë që ky vend ka idealista edhe ka njerëz që e rujnë vlerat familjare. Është vlerë familjare, se gjenerata e re po ndërtohet.
Edhe është shembull mu repliku tek familje tjera, tek njerëz të tjera. Se kjo puna e lakmis për pushtet e ka degradu deri në atë nivel, deri në atë shkollë politike në Kosovë, se ka bot pa besueshme. Në rregull është se na jena hyrë në një formë edhe në një kohë kur bojnë karrierë politike. Është orë koha. Jam dakord me këto. Por Kosova nuk i ka mbyll shtet ndërtimin, Kosova nuk i ka mbyll problemet e mëdha, ende që duhet me mbyll, nuk e ka normalizu krejt jetën e vetë, të mos flasmi për gjendën ekonomike dhe gjithçka tjetër. Janë 2-3 çështje të mëdha që duhet me mbyll e mandej me kalu në një proces të garave normale edhe të bombit karrierë politike. Ne vazhdojmë me besu që shpresa është e idealista të ende. Sipas jush, cili është modeli, cila platforma që jep zgjidhje vendet? Marrëveshje politike. Në prefillimit kam thonë. Me parimin. Zoti Kurti nuk njihet si profil politik që ndërton konsenzus politik. Se ti për konsenzusin politik e përmend, po ata mund besojnë mu që ndërtoj konsenzus politik, se unë jam përpjek me ndërtu konsenzus politik. Edhe kom arrit me ndërtu konsenzus politik, shumicën e rasteve. Edhe si përfaqësues i LDK-s, edhe si njeri i cili është kërku me ndërtu koalicione konsenzus. Po ju a dini njerëz që lypin marrëveshjet çka ndodh. Se marrëveshjet politike mrena edhe konsensuale, kanë fjalën bon dëmtonin. Po nuk është këtë që dëmton ty të bën edhe më të madh. Sa më shumë ki mbështetje qytetare, sa më shumë ki vota dosh më bë më i përgjithshëm. Ma i përgjithshëm. Se personit e një kërkëshe i Zotit Kurti. Por kjo përshef që nuk funksionoj e para. Do më marrëveshje për një emër sa konsensual, nuk funksionoj. Tash është çështja që në tavolin, marrëveshje për politike. Një marrëveshje politike. Vetëm për president, apo për të ndarë dhe bashkëqeverisin? Pa ja, kryt që një javë dhe të bëtë qeveria. Mund të riadaptor, mund të lëvizin ministrat, politika nuk është Bibël dhe Kurani, jo e keni këtë trashëgimi, zotë. Jo, di, po, me gjithatë... është opcion dhe një koalicioni për bashkët në këtë formull? Nuk është. Vetë vendosin? Nuk e shoh që është opcion për momentin. Për momentin s'ka opcion. A mund të hapë sepse unë e thash me pas këtë qëllim, është dash më bëhen në pako. A mund ndodh tash? Koha ideale që çështja e presidentit mos zgjedh me qeveri. A mund ndodh tash? Mund të hapet ky kapitull bisede. Po cila është arsye më hap mas një javë që është themelu qeveria? Sepse nëse sillemi në këtë çast atëherë është inati politik. Inati çon gabim politik, çon inercion. Është e gatshme LDK-ja ata hap këtë kapitull ose tulet tavolinë ku hapet ky kapitull bisede. Jo tash për neve është vetëm një çështje, çështja e presidentit të Republikës. Angazhimi jonë ka të bëjë vetëm me... Disa emra duhet i keni, zoti Aziri. Nuk ka, besoj që nuk ka. Te na nuk ka. Nuk kemi të interesuar me fol për emra. Republiku është pak i habitur si është e mundur të operojnë partitë me këtë çështje pa e njoftuar publikun se kush mund të jenë kandidatët për president. Po këto do të me pas takim, do të më ul lidert edhe me fol, me thonë në anë këtë pikë, ne bashkarisht vendet i japmi president, sigurojmë vendin që ka me kalu këtë proces, këna me hynë këtë proces, e funda vota deputetëve është në kuvend, edhe ndërton një proces, më ndej fol për emën përveçëm. Përderisa nuk e këtu, nuk e din kush me kënd është, të vete e nënvizove edhe për mes pyetjes edhe unë e konfirmova, që ka mosbesim politik. Dialogu ka munguar. Mosbesimi politik, në mes partive politike, tash e 25 vjetë problemi kryesor. Ne kemi ndërtu koalicione, bashkëpunime, procese politike, kemi dalë zakonisht mirë, ka proceset mëdha, ky vend ka realizuar ëndra, nuk është vetëm 17 shkurti. Si të bllokonit e presidenti? Tash kemi ndërtu proceset për bashta për integrime në BE, për integrime në NATO, për antarësimin në NATO. Ne kemi bo, por tani ky ndryshim që ka ndodhur 6 vitet e fundit, 5 vitet e fundit, 6 vitet e fundit, është çështje ke tjetër, është si nota me ditën. Dhe kjo çështje deri tash u po që është ndërtuar në kriza politike. Nuk është ndërtuar në normalitet politik. A është jaftë sistemi politik i Kosovës ka dalë si pjellë e krizave politike. A është jaftë ky sistem qëndroi në këmbë të tij edhe më gjatë në të njëjtin kohë
duke u përballë me këto trauma politike. Natyrisht Sa po. është i aftë ky sistem ti rezistoj këtyre Sistemi jon politik? Po. Natyrisht, demokracia parlamentare nuk ka opsion në Kosovë. Blokada mund të prodhoj bllokat, kaosi mund të prodhoj kaosa, po. Demokracia parlamentare nuk ka opsion në Kosovë. Nuk guxoj me mendu ne kur kemi arrit në pikën me shpall deklaratën e pavarësisë, përveç obligimeve ndërkombëtare dhe si garancioneve ndërkombëtare që quhen, e që kemi ne kushtetuese sot, ne kemi zgjedhë vetë demokracinë parlamentare. Është konform mentalitetit popullit Kosovës. Kuvendi i Republikës, por një tjetër sistemi edhe mund të lëndohet as shumë sa tani varet me partive politike, jo rastisht e thash. Këto 5 vitet e fundit, kaoset shndrohet në normë. këto 5 vitet e fundit rezultatet zgjedhore, vullneti qytetar është demonstruar nga pakënaqësia që ka pas për shkak krizave politike, për shkak të ngërçeve politike, për shkak gabimeve politike, të gjitha partive politike. Mos mendo që vetëm LDK-ja ka pagu çmime politike, apo në një rast edhe PDK-ja. Edhe VV-ja vjen dita ka me pagu për gabimet e veta politike. Ata sot mund mendojnë që kanë mbështetjet paprekshme dhe të garantume, por nuk do të më harru asnjëherë që edhe LDK-ja ka kaluar proces politik. Dhe ne kemi qenë të mëdhajt, paprekshëm edhe pabesueshëm në procese politike që kemi shkaktuar, por zhvillimet politike, njerëzit e Kosovës kanë ditë edhe me bon dëshkim politik. Për gabime politike, për situata caktuara politike, sepse njerëz nuk gabojnë. Asnjëherë popullin nuk gabon. Asnjëherë unë jam prej atyre që besoj, vazhdojmë. A jam prej e fushatave politike, propagandës, lajmeve të rreshme, e krizave politike që shkaktohen në Kosovë. Po këto janë këtë modele politike, këto janë metoda politike, këtë botën i përdorin. Populizmi përdoret, nuk e kena shpik na. Ase ka shpik VV-ja. Donald Trump e përdori. Populizmi politik përdoret. Fushata lajmet e rreshme apo problem global. Është në Kosovë ka ndodhur, nuk e ka meritu ky popull, është vërtet nuk e ka meritu. Nuk e meriton ky popull, por mos harroni se në politikë ka njerëz që i përdorin gjitha mjetet për qëllime. Këta britanik na kanë treguar në libra që qindra vjet që i kanë legjitimu përdorimin e çdo lloj mjeti për marrën pushtet. Dhe edhe në Kosovë ka koha që vinë parti politike që i përdorin gjitha mjetet për marrën pushtet. Por shumica e madhe, shumica kritike nuk do të me leju me ndonë ndryshe. Atëherë vendi ka nevojë për president me pas me 4 mars, ku vendi është në funksion, edhe ne mund të zgjedhim një president, mund të japim vendin president, edhe të themi me 5 mars, themi në normalitet, filloj me bo respektin e madh edhe nderimin e madh për familjen Jashari, sepse jemi në detet që ka me kalu. Epopeja UÇK-s, po. Epopeja e madhe e familjes së Jasharit. Shpresojmë që drejtësia do të vendoset në këtë vend për të gjithë, pa politik, të përfshi edhe këtu në Kosovë, edhe ato që dhomat e specializume e kanë marrë për obligim me zgjidh, edhe t'i kthehemi të punojmë për këtë vend, se ky vend ka nevojë me punu. Kosovë që 15 muaj nuk ka të punu kur gjë. Veç laf. Shteti nuk mbijeton fjalëve. Haziri, ashtë që një droj që kurthi po orvatet, edhe pse ju mbani shpresa se kursi ti ka ndryshuar, i dëshiron me çdo kusht që ti evitoj zgjedhjet e jashtëzakonshme. Jo me çdo kusht. Jo me çdo kusht. Po shihni që kurthi po bën përpjekje të evitoj zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po jo me çdo kusht. Jo me çdo kusht. Po, jo me çdo kusht. Përpjekja e tij me një takim nuk është i mjaftueshëm. Do të me pas takim shumë natën e ditën. Në liderë politik. Sot, nesër pas nesër, në çdo kohë, liderët politik do të takojnë, do të bërë përpjekje, sepse dini ku do të problemi. Mas fundit do të problemi të emni përvetshëm. Gjithmonë, ne që shihemi tu funksionu kohëve të fundit, kur vjen puna të emni kanë me ndalë pas pajtimet. Me që për herë të parë kemi ndërtu proces, ku zoti Kurti është, sepse LDK, AK, PDK kanë ndërtu procese gjithmonë, mandej emrat i kanë prunë tavolinë. Emrat edhe dijeshin, zoti Aziri, nga 2007 aktej, kush është për president, ku takon presidenti. Jo ditë kur kanë liderët, atë këtë logjik i bën kryetari i LDK-s me qenë kandidat. Sakt. Na po flasme që kryetari i LDK-s
ka kërku që më ndërtu procese e emën, nuk e kemi laku emnin. Sepse nëse flasim për lider politik, atëherë ditë pro forma është. Nuk kemi nevojë që ka me diskutu. Kjo trashëgimia politike e Kosovës. Ama le të thënë, nuk ka... Përjashtoj zonjën Jajaga. Jo, zonja Jajaga, zoti Pacolli ka Po prandaj, po them, përjashtoj zonjën Jajaga që erdhi si erdhi presidente, gjithë trashëgimia politike tregon që ajo ka ardhur president kur u kon LDK në opozitë. Sakt. Po. Edhe emrin na është ndruar natën e mbrëmta, e dini. Ti dërgosh ka qenë emën për president. Kështu që edhe në atë kohë LDK-ja ka qenë e vendosën në gërshon politike. Por vendit prapi kemi dhënë zgjidhje, nuk kemi bë kokë fort as energji, se na kena mujt më të rek. Propozimi me qenë se erdhi nga ambasada amerikane, në rrethonat e kohës duket që ka qenë pak e vështirë. Me thonë drejt, ambasada amerikane vetëm ka thonë kështu, se ata nuk kanë pas rol tjetër. Nëse ju nuk mirë një vesh për një emën, a pranon një emën tonin. Po nëse nuk mirë një vesh për një emën, pse nuk u dash me morë vesh për një emën. Edhe tash mundet me thonë, nëse ju nuk mirë një vesh për një emën. Dikush. Problemi për partitë është ende emri, po, Haziri. Po dhe, që me thonë tash. Kur ti duke që po. Edhe rasti i Begjet Pacollit, i cili ka qenë sa ditë, edhe ka qenë 35 ditë, po. Pak e në zyre. Gjykata kushtetuese ka ndërhy me peticionin e LDK-s. Po. Edhe rasti i... Fatmir Sediut. Fatmir Sediut ka dhënë ndërheqje, kjo e dallim, sepse ka zgjedh mes presidentit edhe kryetarit LDK-s, në atë kohë ne kemi qenë zgjedhë, ka zgjedh me kandidu. Me kandidu për kryetarit LDK-s. Kushtetuesa dhe gjykata vlerësoi si tillë. Po mbajtja dy pozitave, por ai ka pas të drejtë me zgjedh. Ka mujt me dhënë ndërheqje prej LDK-s e me najt president. Edhe sot ish president besoj. Azili, më jep në jamën, kush e president? A jeni ju? Emën në LDK nuk ka. Një figurë politike që ke kapacitet të ulesh në zot avëlinë dhe ki mban derën e hapur me këtë. Se duket këto problemi. Tash me këtë emna që po lakohen, nuk po hynë në kandidatura. Mban derën e hapur me vetëvendosin, me partinë tuaj, me PDK-n, me AK-n, me këdo që është pjesë e sistemit politik, mban... Rita, thash edhe njëherë, këtë emna që po lakohen nuk po kandidohen. A ke parasysh? Ju që laku asnjëherë. Jo, gjatë gjithë javës është përmendë, dhe unë kom reagu, kom thonë, nuk jam kujdestar në këtë punë, se realisht do situata... Keni eksperiencë politike, po, natyrisht. Nga vitet 90, a këtej? Natyrisht që po, jam mundu edhe kom mundu. Edhe gjithmonë kom bo procese, kom marrë pjesë procese politike dhe në marrëveshje politike në dëmtimin. Por unë kom besu gjithmonë në atë tem. Edhe nuk më ndryshu, ato vlera i kom pas, ato vlera i më rrit, nuk i ndryshoj. Këto për mua është vlerë, kur ndërton proces, ndërton dialog, edhe mon qëtësin e normalitetin në familje tone. Kjo familja jonë politike, është LDK-ja, po atë dhe o jam është Republika, unë e du atë dhe unë ma shumë. Republika dhe me du ma shumë. Në rësë vendi shko në zgjedhje, gjithmonë, e që klima, po na jep arsye të konkludojmë dyshime se vendi po shkon në drejtim, zoti Aziri. Për shkak që nuk ka dialog të përbrendshëm politik, të vendosur, të palekundur. Me qenë se mungon kjo klim, unë bajt veç një seri takimesh me ju, parti me zotin Abdigjiku dhe zotin Hamza, duke ditur që zoti Kurti mban rezerva të hapura, që mos jap mbështetje zonës Osmani, si partner që ishin, e që erdhe në pushtet nga viti 2021. A druani që Kurti po bën betejën e madhe, si ta bëj tabel qitjeje LDK-n, t'i le fajnë prap, se këta ishin blokuesit, siç u la fajnë për zgjedhjet e jashtëzakonshme të vitit të kaluar, e ku narracioni i tij nuk pati rezultat. Jo, po njerë mundesh me lënë faj, po jo për herë. Njerë mundet më të shiten kjo, jo për herë. Nuk mundesh me thonë çdo krizë politike, po shkojmë zgjedhje, se s'po mlon këta, s'po dojnë këta. Nuk i beson, mo ky popull nuk i beson, mo kësaj situate. Krejt e din, sakt e din, që nëse vendi shkon zgjedhje, është vetëm një shkaktar. Është partia e parë shkakton, edhe zoti Kurti.
Sepse zonja Vjosa Osmani ka mujtë me qenë marrëveshje parazgjedhore. A ka bo lista guxo marrëveshje parazgjedhore për vete? A ka hyrë në listë? A kanë kandidu njerëz? A kanë morë pjesë në zgjedhje lokale bashk? A kanë morë hisën qeveri? Pse kanë harru më morë vesh për president? Pse pas kanë harru më morë vesh për president? A ndoshta zoti Kurti nuk ka pranuar me bisedu? Po prandaj po them si mund të A ndoshta zonja Vjosa Osmani nuk e ka po veten me ta? Kjo këtë çështje Si e keni lexuar, prandaj po them që kursi ndryshoi, është një kurt tjetër tani, kur nuk ka parashikuar këto situata. është situatë e Nuk e re. parashikoi që se si do të përballen me presidentin. Tha se pari kuvendi, qeveria, buxheti, pastaj pika 4 presidenti. Po prioriteti 4. Si ashtu? Sepse do dash me largu emna pi tavolinës, apo bindeni. Kur dalin emnat në debat, në diskutim, unë e pedi që është interesant. Edhe Unë nuk do e të bëj me nxjerr atë motiv. tema, jo, po publiku i Kosovës, po ushqehet gjithmonë me këto çështje. Ne duhet me ndrru narrativen këtë republikë, nëse ja dojmë të mirën kësaj republike dhe këtij vendi. Do të me ndërtu procese normale në këtë republikë. Do të me nalë politikën e denigrimit, të bomit me gisht edhe të garës pështymes. Do të më nalë. Do të me fillu sepse në të i denigru individet, të denigru njeriun, duke denigru një lider partijak, një kryeministër, një minister, të i vazhdojnë me denigru Republikën tonë, se na do të me kritiku. Denigrimi edhe kritika dallojnë si nota me ditën. Për me kritiku, do të me kritiku. Na që kritikujmë opozita, a që thotë Churchilli është pjesa e shnetshme e pushtetit. Sakt. Na, se mujna me folë, për nuk na çka me vendos. Na do të me kritiku qeverisjen kur ka probleme me korrupsion, ka probleme serioze. Po dhe qeverisja do të me ullë, me dëgju, me ullë, më mbyll ata mrena me tonë i ka dalë. Nuk ka shka funksionon kështu, se si na orna në këtë qeveri me bo kështu, do të mu divorcu me këtë problem. Do të mu largu njerëzit që kanë pru probleme. Kanë pru probleme serioze të korrupsionit edhe abuzimit me detyrë dhe me pushtet. Këtë kjo situata është shpresoj ky vend që ka mendje të shnosh, racionale, 24 orë mës më unalë me punu edhe mi dhanë vendit president. Nëse jo, nëse partia e parë nuk e nenë përgjithësin për me hynë zgjedhje, edhe gatishmërinë e ka për me hynë zgjedhje, dhe të herë ma shumë e ka LDK edhe partitë e opozitës. Monën men që po thëmë sot. Ata mendojnë, kretë mendojnë, Edhe djetë lutëm Zati Azivi, nëse? Nëse partia e parë nuk jep qasje, mundësi që bashkë me zgjedhë çështën e presidentit, por gatishmërinë e ka me hynë zgjedhje, si opcion, dhe të herë ma shumë ne kemi gatishmërinë me hynë këtë proces zgjedhor se ata. Nuk mundemi me na lexu si shantazh politik, as si frikë politike, se ka dalë rezultati i 28 dhjetorit edhe këta frigohen. Jo, janë ditë këqija, është rezultati keq, ne e kemi konstatu, po na mundemi për 24 orë me shkaktu procese tjera të rikthimit politik. Për 24 orë? Po, Si? janë të ashpra, janë të vështira, po na do të me bë veprime politike. Po njerëzve kemi me tregu, ne kemi fillu me fol, edhe me zbërthy deri në fund që vendi nuk mundet me qenë peng politik. Në asnjë mënyrë. Republika e ka nevojë për bashkëpunim, ne kemi fru bashkëpunimin. Hajde ulmi bashkëpunojmë. Politika nuk ka vetëm me morë, do të me dhe me dhanë. Takimit e Kurti, kritiket e panë e bët realizuat, me njëherë, duke ju përgjigj Kurtit. Po bre për kuptoj, po kritike, që për përmeni një kritikë, një kritikë për përmeni. Kritika ma modë është Bedri Hamza. Përja heq ati, jo dhe ju, Bedri Hamza, pse Bedri Hamza është ku në qeveri mu taku? Kjo ka qenë kritikë. Por nuk ke pse u taku. Edhe pse u taku ka qenë. Edhe në mënyrën se si ka ndërthur situata glorifikuese të paqëndrueshme kritiket e vazhduan. Edhe në kur e kom pa në qeveri, jëm befasu. Edhe në, s'po thamë që se më befasu. Befasu në thojza. Pse dash me shku në zyret e kryeministrit,
kur çështja e presidentit, liderët politik e kanë vendin, na kanë Simbolikisht kuvendi, po, edhe thellësisht, po natyrisht. Kuvendi na ofron, kuvendi na ofron, nëse si objekt edhe takimet Hazire thash e juaja e Abdixhikut dhe e Hamzës me zotin Kurti u panë si nevojë e të dy këtyre partive që t'i heqin Kurtit nga tavolina planin e sulmin ndaj juve, e akuzave ndaj juve në një situatë kur vendi mund mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme, që të mos dukeni si bllokues, siç ka arritur Kurti ti bin popullin që jeni bllokues në zgjedhjet e vitit kaluar. Me thonë drejtën, mos bashkëpunimi vitin e kaluar me LDK-n, sepse tjertaj nuk i ka ftu. Po, LDK-ja, po. Tjertaj si ka ftu. Po, prandaj edhe kësaj here duket që ka gjithë shigjetat ka LDK. Edhe publikisht u ka thonë që jam stu me bashkëpunu me juve. Sakt. Edhe i ka cilësu, mos bashkëpunimin e ka cilësu. Por raporti ka qenë krejt tjetër vitin e kaluar. Procesi zgjedhor ka qenë krejt tjetër. 28 dhjetori u pa që qytetarët nuk e kanë mirë kuptu mbajtjen e fjalës LDK-s. Na kena marrë veç fjalën, bre? Për shembull, si në kryetari i LDK-s, kam thonë me çdo kusht, edhe publikisht, edhe mrena. LDK nuk guxon me humb pragmatizmin, ne duhet me bashkëpunu. Nuk është bashkëpunimi nuk është me hytjen në qeveri, bashkëpunimi është edhe për një proces politik. Ka agjendë, a di çfarë agjende tron ka Republika e Kosovës. Nuk mundet një parti dhe një njeri me përballu. Për te emra Vaziri se i edhe në kohë i kufizuar, për te emrave që trashëgimin tonë politike gjithnjë ka pas rëndësi. President, kryeministër, ministra, atjera, sarë që janë bërë platformat për qeveri. Për te emrit për president që mund tjetë sebe arsye që vendi edhe mund shkojnë në zgjedhje, natyrisht, sepse dihet tashme, pas 4 marsit, nëse nuk kemi president, vendi automatikisht duhet shkojnë në zgjedhje, një datë e kalkuluar. Kemi ushtrues detyrës 12 prilli. Kemi ushtrues, nuk ka vakant, ndoshta kjo i jep pak për te kësaj. Hapësirë, po. Thelbësisht, cili është problemi në përvojën tuaj, pse Kosova mund të mbajë zgjedhje të jashtëzakonshme të reja. Pse është mungesa e bashkëpunimit politik. Cila është tema tjetër që vendi mund bëjë zgjedhje? Dëgjoj, orientimi jonë evroperëndimor që po quhet. Po. Ose perëndimor në politikë, edhe kjo dallimin me lindjen, me politikën lindore, ku vendoset autokracia, në mënyrë autokrate, teokrate, edhe populli shfrytëzohet vetëm me votu, për ta nuk është më rëndësi sa vote e kanë, po sa koti i kanë mi numëru. Atje është tjetër sa, na jena orientu në demokracinë evropiane, ku bashkëpunimi, pragmatizmi, kompromisi politik janë vlera në politikë, ku mendimi ndryshe është vlerë në politikë, ku për vendim, për qasje nuk të vjerën, nuk qëjnë burg, që që ndodhë atje, që na dohet me e rujqët vlerë, dohet me e ushqy bashkëpunimin politik, pragmatizmin politik, kompromisin politik, do të më ushqy në thelb. Demokracia parlamentare kërkon. Nëse ti thu, unë kam fitu, na kena fitu, na veç na vendosim, veç na bojmë, atëherë janë tipare të demokracisë tjetër, nuk janë perëndimore. Nuk janë perëndimore. Kurti ka marrë zotimin në Bruxelles. Na me shembull, do të këja përmes shembullit, mënyrës se si kemi punu, ne kemi tregu. Na kena fitu shumë, kena dhënë kryeministrin. Kena dalë dytit, na kena morën kryeministrin. Kemi bashkëpunu, kemi ndërtu procese, kemi bë kompromise të dëshme. Na kanë qujtë dopsi, unë e di. Nuk ka dopsi me bashkëpunure, nuk ka dopsi me bë kompromis politik. Cila është dopsia? Se zoti Kurti del thot nesër, LDK edhe LVV po bojnë marrëveshje për president, urdhoni jepna një vendit një emër i cili jep kredibilitet kësaj republike, i plotson kushtet edhe kërkesat kushtetuese të Republike, edhe është mbi palët. Cila problemi? Kufar problemi s'ka. Neve na obligon me hulumtu autoritet i cili e përfaqëson Republikën mas mirti edhe ku gjitha palët në kuvend e votojnë. Gjitha palët, jo një, dy, gjitha palët mund me votu. Po nuk se mund të gjendë. Mund të gjendë këta emra. Nesër pas nesër të hënën. Unë jam i bindur, ende kam shpresë. Unë jam i bindur që ky vend ka shpresë se ende ka idealista në jetë. Kjo Republikë ende mat për njerëzve, autoriteteve, familjeve,
edhe besimtarve që e dojnë Republikën, e dojnë edhe ma shumë se partinë, edhe ma shumë se veten. Para 3 ditëve është demonstru kjo, fuqishëm është demonstru. Edhe njerë për përmend, jo rasisht, se kjo është shpresë. Duket pak, po jep një shpresë. Sigur që Ajo çfarë tha kryengritjen, kryengritjen e Armatosën e kanë shkaktu familja Jashari, e kanë shkaktu. As nuk u ndërtu me një odë, as nuk u ndërtu me një banesë në Zvicër, as nuk u ndërtu me një mekanizm tjetër. As e ka bo kërkush. Kryengritjen e Armatosën e kanë shkaktu akti i kryengritjes një familje. Një familje o kryengrit, është kryengrit këtë populli. Mande amblemen, emnin, uniformen, komandimin e kemi bo bashk, këtë bashk e kemi bo. I në atakun në Oslo, i në atakun Tiran, i në atakun Cyre, i në atakun Washington, këna fillu me bashkëpunu, me morë vesh, me koordinu, me subordinu, edhe këna dalë pej luftës, këna dalë bashkum. Si na hytë bashkum, i na dalë bashkum. Por, ata kanë shkaktu. A për shef që tash në hak, në domat të specializume, po do të me mbroj që të parem. Sepse legjitime është kër e mbron jetën, pragun e shpinë, familjen, edhe pronën atë dheon, këtë botë atot jam e ty. Po të dash me thonë, jo na këna bo, të shkru libra, jo na këna shkaktu, jo në kom lon emnin, jo kryja ka lon emnin, jo në dhomë teme, jo në teme, kështu vim punt. Sepse ka pas tendencë më ndryshu historia në Kosovë. Nuk janë të na ndryshu historinë dhomat të specializume. Ku të lexojnë që ti po i ndryshon historinë këtu, mandej pelset kështu. Fatkeqësisht në përgjithësinë e 4 autoriteteve që kanë qenë eksponent kryesor të luftës edhe të lirisë në Kosovë, unë shpresoj edhe uroj me përballu këtë proces politik edhe me dal krejt Kosova edhe ata sa ma mirë edhe ma të pastër për këti procesi, e kjo është pa fajsi. Por këtë kërët angazhem, unë tha që prapë këtë zhurën politike që e kemi prodhu, edhe në këtë proces politik, ti del një shaje mirë, del një shpresë, që thu ka dalë se kjo vend pas ka ende njerës që e dojnë adhejën ma shumë se postin e presidentit, e dojnë adhejën ma shumë se partin, e dojnë adhejën e vetë ma shumë se interesin e dikujt grupit apo të partisë politike. S'ka karierë këtu. Këtu ka normalitet për lypme. Për dojmë shtetë normal vre? Shtetë normal i cilë ka me bëllavacu me problemet ditës. Edhe pik, ka që shtë thjesht. Shteti është si familja. Nëse e mon familjen, ndërton familjen, edhe e mon me këtë ato vlera që jena të dokum, atëherë, se dhe familja ka probleme. Mon e shpresë se këto ditë do të ketë një zgjidhje. Unë besoj, nëse nuk ndodhë për 3-4 ditë, s'ka shumë ku, e po plasmi që është ditësh është. Për politika është alarmi i ku që është dhez, që për vones. Në ta që dash me bisedu për mes me dhonë, dash me pas president të zxedhën, dash me bisedu për proces tjetër politik. Falenderoj shumë. Falenderit edhe juve. Zoti Aziri. Falenderit shumë rrit. Lutëm. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.